Ta shpjegoj me dy fjalë, ju I keni modu bëni pame vetë ta konstatoni, unë kam bërë sfidë çdo njeriu, qoftë ministrat nga ministri I shëndetësisë dhe gjithë deputetët përkatës, të vinë ta shikojnë bashkë me mua spitalin e Lushnjit, por pamjet flasin vetë nuk ka, por për te pamjeve këtu nuk ka asgjë tjetër. Si mund të shpjegoj këtë? E para një, këtu do ndryshur një statusi bashkiak me atë rajonal që ka qenë dikur 12+1 I famshëm I spitaleve të Lushnjës, që do të thotë që përkthehet në më shumë investime, përkthehet në më shumë lek për këtë spital, për buxhetin e këtij spitali. Së pari vetëm diferencë nga viti I kaluar në si vjet kemi diferencë për gati 150 milion lekësh, ku vjet ka qenë buxheti 107 milion dhe si vjet është 92. Po të shikojmë atë analizave, edhe pse këta kanë dhënë private dhe më thënë janë duke e bastërdur këtë qytet, dhe analizat tu prapë kemi një ulje të ndjeshme përse përket buxhetit për të bërë analiza për qytetarët e Lushnjit, përpos fakti që këtu 3-4 ditë dhe shumicën e analizave lënë vetëm për repartin urgjencë për rastet veçanta, sepse nuk ka medikamentet për të bërë analiza për qytetarët e Lushnjës, po I dërgojnë gjithë të private dhe kjo është drama më e madhe. Duhet të them që këtu ka qenë një spital I jashtëzakonshëm dhe prapë vazhdojnë të vinë nga Rogozhina, kanë ardhur dhe nga Piqini, nga Yora Gavagorori, Belshi, pra të gjithë zonat përreth, pa harruar Divjakën këtu, pra të gjithë mbulon ky spital dhe janë gati 250.000 njerëz në raport me spitalin e Fierit, janë 80% spitalit Fierit që prezumpozohet të jetë rajonal shumë I madh. Ky është një spital jashtëzakonshëm, por sot që flasim ne, nuk kemi skaner që punon, sot. Në shnohen një ditën, ka skaner që nuk punon dhe gjithë personeli mjekësor me është drejtuar se nuk punon aparatura dhe nuk po bën më as ato operacionet më të thjeshta siç është ai apendicitit, nuk po kryhet sepse nuk ekzaminojnë dot për shkak të prishjes skanit. Mamografia gjithmonë e prishur edhe pse e ka dhuruar komuniteti islamik. Kemi pjesën tjetër dhe ato aparatura që ka sot urgjenca e Lushnjës, edhe pse kanë transferuar nga ky godin e shëmtuar që është më e reja, po e ka transferuar në një të improvizuar që sot çfarë bie jashtë hyn brenda, me krevate nëpër korridore, më thënë mos o zot I bret dhe mandat, besoj se do ta shihni dhe do ta konstatoni vetë. Ka një gjë tjetër, e vetmja aparatura atje Ekoje e ka financuar për 36 euro Raiffeisen Bank, e cila para 2 vjetësh, po të shikoni të katën e parë ka financuar para 2-3 vjetësh, ka financuar me 75 euro dhe urgjencën e qytetit, dhe nuk e dim pse po hiqet, pse ikën këto lekët dëm. Për të mbuluar ndoshta edhe vjedhjen e drejtuesi që ka qenë më përpara. Përpos fakti kemi edhe 2 EKG, të cilat po prapë I ka dhuruar. Po të shkosh te ginekologjia sot, nuk kemi aparat ekografie. Më thënë një ginekolog sot që po të flasësh me gjithë ginekologët që janë me zonjat apo me pediatrin, përveç se duhet vesh me ambrell, po të gjithë atje në katkate, sepse unë kam transmetuar dhe në rrjetet mia sociale se çfarë bëhet në atë, se gjithë fëmia im jeton këtu, nëna ime vjen këtu në urgjencë. Si të gjithë ju tjerë, si të gjithë lushnjarët e tjerë, sot e kemi kushte dramatike, nuk kemi mjete për të ekzaminuar, gjë që sjell dhe pasojnë shëndetin e qytetarëve, sepse jo të gjithë kanë mundësi të shkojnë në Tiranë, të shkojnë Fier, se kanë ata që s'kanë mjete për të shkurt, më thënë rritin kostën e këtyre qytetarëve. Po të shikojmë dializën, kam shumë komunikim me qytetarëve lushnjarë që sot ankohen që duke qenë se dializa është private, ai spitalit amerikan që rrun gjithë lekët e shqiptarëve, duhet me sjell një godin dhe në Lushnjë, sepse ka me 10 pacientë lushnjarë që bëjnë 3 herë në javë dializë dhe janë detyruar të shkojnë në I Kasolla atje po në Fier. Pra çdo gjë kosto, sepse ai me dializë mbasi përfundon atë, ju e dini në gjendje që është pacienti, duhet ta ketë një shoqërim. Pra 3 herë në javë duhet vi, edhe një familjar duhet lej punën për të shoqëruar familjarin tjetër. Pra kjo është e papranueshme në kushtet ku ndodhet ky spital. Ndaj I bëj thirrje nga ministrës, kolegëve të mi deputet majt të ngrem gjithë zërin, sepse Lushnja meriton një përfaqësim dinjitoz, një spital dinjitoz ku gjithë qytetarët të marrin dhe shërbim, po të kenë dhe cilësi, përveç se unë duhet të përgëzoj stafin mjekësor realisht, me qenë sinqert, sepse I pret në këto kushte barbare dhe marrë ndonjëherë dhe përgjegjësitë për më tepër se ç'i takon, sepse nuk ka me çfarë ekzaminuar dhe gjithë njerëzit përballen dhe me stafin mjekësor. Por këtu është problem strukture, infrastrukture, kur kjo godin ka 8 muaj që është më rëndësishme, rrit 8 muaj që është spostuar dhe mungon leja ndërtimit. Pra imagjinoni në çfarë kushtetimi. Sot edhe debati mund të jetë unë do të jam në verifikim si në parlament problemet e shumta që ka spitali I Lushnjës, qoftë në infrastrukturë, qoftë edhe në mungesë të personelit mjekësor. Konkretisht
Sot situata është dramatike. Ma lart ta shpjegoj me dy fjalë, ju i keni modu bëni pa me vetë ta konstatoni, unë kam bërë sfidë çdo njeriu, qoftë nga ministri i shëndetësisë dhe gjithë deputetët përkatës, të vinë ta shikojnë bashkë me mua spitalin e Lushnjit, por pamjet flasin vetë nuk ka, por për te pamjeve këtu nuk ka asgjë tjetër. Si do të shpjegoj këtë? E para një, këtu do ndryshoj një statusi bashkiak me atë rajonal që ka qenë dikur 12+1 i famshëm i spitaleve të Lushnjës, që do të thotë që përkthehet në më shumë investime, përkthehet në më shumë lek për këtë spital, për buxhetin e këtij spitali. Së pari vetëm në diferencë nga viti i kaluar në si vjet kemi diferencë për gati 150 milion lekësh, ku vjet ka qenë buxheti 107 milion dhe si vjet është 92. Po të shikojmë atë analizave, edhe pse këta kanë dhënë private dhe